Nga muaji janar deri në korrik në Kosovë kanë humbur jetën 69 persona si pasojë e aksidenteve në trafik. Në të njëjtën periudhë të vitit numri i përgjithshëm i aksidenteve është mbi 9000. Statistikat flasin për zvoglim të aksidenteve gjatë muajve të verës, kur edhe shtohen lëvizjet e qytetarëve që hynë dhe dalin nga Kosova. Policia thotë se megjithë zvoglimin e numrit të aksidenteve dhe rritjen e gjobave, numri viktimave mbetet ende shqetësues. Nga Prishtina njofton korespondenti Leonat Sheu. Në Kosovë trafiku rrugor është shndruar në një nga shqetësimet e mëdha për shkak të numrit të madh të aksidenteve. Madje specialistë të fushës thonë se aksidentet radhiten në mesin e shkaktarëve më të shpesh të vdekjeve në vend. Në një bisedë për Zërin e Amerikës, zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani thotë se të dhënat për periudhën janar-korrik të këtij viti flasin për mijëra aksidente. Realisht nga janari deri në korrik, personat të cilët kanë humbur jetën në komunikacionin rrugor, numri i tyre është 69. Po them është shumë shifër e lartë dhe për këtë ne jemi vazhdimisht në terren dhe kemi bërë shtim të personelit në pikat e zeza apo në ato lokacione ku kanë ndodhur më së shumti aksidente, ndërsa numri total i aksidenteve për këtë periudhë kohore janar-korrik është 9070 aksidente. Pra në total duke përfshirë të gjitha kategoritë e aksidenteve për 16.99% më pak se sa krahasuar në periudhën e vitit kaluar, ku kanë qenë 10.927 aksidente. Zoti Kelani numëron disa nga faktorët që ndikojnë deri te aksidentet. Janë kryesisht tejkalimi i shpejtësisë dhe në përgjithësi mos respektimi i shenjave të komunikacionit rrugor. Pra, këto janë elemente të kyçe që kanë shtyr deri tek rritja e numrit të aksidenteve në tremujorin e parë dhe më pastaj vazhdimi i aksidenteve të tjera në muaj të tjerë. Zoti Kelani thotë se policia është duke marrë të gjitha masat që të parandalohen aksidentet e rënda. Ku tremujori i parë i këtij viti ka pas shifra shumë alarmante dhe shumë shqetësuese edhe për vetë policinë e Kosovës, sepse ka pasur një ngritje prej 66.67% të aksidenteve me pasoja fatale krahasuar me tremujorin e njëjtë të vitit kaluar. Dhe më pastaj ne kemi filluar, siç e thash, implementimin e planit të quajtur Java e Sigurisë dhe tani plani Java për sezonën verore dhe fatmirësisht shifrat kanë ndryshuar në 7 mujorin e këtij viti, po them nga janari deri në korrik, fatmirësisht aksidentët me pasoja fatale kanë rënje për 1.67%. Edhe përkundër kësaj rënje të lehtë, po them ende mbetet shqetësuese dhe brengosëse fakti i shifrave të personave që kanë humbur jetën në aksidente me pasoja fatale. Policia thotë se në periudhën janar-korrik janë shqiptuar mbi 190.000 gjoba për shkeljen në trafik, por specialistët thonë se ajo vetme nuk mund të bëjë shumë dhe tejkalimi i situatës kërkon një qasje gjithëpërfshirëse. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheu.